Se qani vetën e ju me duart e ju e në shkatrim. Mos e shkatroni vetën. Allahu Azza wa Jalla ka bo haram alkoholin po shkak të dëmit që e ka, në qoftë se përdor ti e kap vetën e qan aty ku pijet alkoholi. Me dorën tënde shkatron vetën tënde. Allahu Azza wa Jalla ka bo haram gjithçka që ban dëm ti e kap e përdor. Allahu Azza wa Jalla ka bo haram venet e haram ti e qan vetën aty me argjimet e tua, e pagun biletën me qumë ngu haram, me pa haram. Thot Allahu Azza wa Jalla, wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Mos e qani vetën e ju me duart e ju në shkatrim. Rune vetën e ju. Inna Allaha kana bikum rahima. Allahu ka një mëshirshëm ndaj juve në formën që ju ka kriju, të mirat që ja ka dhënë. Ti e merr vetën e qan në shkatrim. E qan familjen tënde në shkatrim. I qan evladët e tu në shkatrim. Bash shembull i keq për evladin tënd. Me haramet që i pan. Shembull i keq për babën tënd. Shembull i keq për anën tënde. Marrë me njëv dikush që ti i djali filanit e i ban këtu haram. Që kujdesëm musliman, sidomos të rit, kujdesni se nuk mundi me nal ma vetën, nuk mundi me nal ma vetën. E qani vetën deri në stam, do të nëse në nalni vetën. Së në nalni vetën e sharronin harame që kurse ndilin ma për tyne. Që kujdes nalni vetën. Afronu nga njerëz të pjekon. Rrini me njerëz të dukum. Rujo se një hap edhe rrshet, së në qosh ma. Kujdes. Lusëm Allahun Azza wa Jalla me rujt rritë e muslimanve.